hematolog se kish marrë vesh për mu me njerë. Një para, e dyta, para se me qenë të ashimsa që s'ko këtu këshyrë këtë vend, se një javë për para, ashtu një 10 metra manej në që të farë studio kam qenë si ekspert. Po, me pas ledzu e kështë marrë vesh. Tjetra, i fundet, ka 5 vite që jam në Zagreb, në Universitet Zagrebit, 500 vjetë i vjetër, që jam të po doktorat, fond doktoratës, në doktoratës jam. Po më nëj, një po, e dyta, nëse më pyte, jam pyte personale. Po më nëj, unë ndërbreva vish, po të ja përgjigjen. Këto s'mund të listosi të arritura. Për shambull, pak njerëz ka nevoj për hematolog, apo jo? Në kuptimin sa përqind e popullatës, po e zonë. S'ka lidhe, ma një mund si prekun që dhe i 30%. Kjo nuk në kupton që se cili duhet ta një një hematolog. Ja, absolutisht jo, s'pas E para, e dyta, në KTV është rubrik e përhershme që ftohen mjek për me folë. Po ftohen, du më thonë si eksperta, me pas këshyrë emisione ja për arshimet e kësha marrë vesh. Ftojmë edhe mjek përgjithshëm. Jo domosdoshmërisht eksperti më i mirë. Po ftohen mjek. Me pas lezu pashën këto dy pika thash që nuk është shumë të madhe, ajo përcjellja që ju i bët, zotit Thaçi deri në fund të shkollëve. Dhe veç aty, si të thuash, u shkrua u folë për emrin e juaj. Me më leju, me folë, se s'ja kam dërprej, asë sekund. Kretë pyetjet, kretë kritikat që e pat, e ndëgjoha dhe në fund. Asë një gjysë ndërprej. Po të ndëgjojnë tani. Dhe për zotin Thaçi nuk kom qëllu, për zotin Thaçi e kom sjell. Pse e kom sjell, se kësha sjell çdo shqiptar që ka qenë pozitiv. Ju e keni sjell? Po, e kom sjell me raporte mjekësore të mia. Nëse unë thëmë që para juves janë kohë spoku... Do të bënte çdo kush, çdo mjek që do ishte atë natë. 4 raporte kanë qenë, 4 refuzime kanë qenë. 4 refuzime kanë qenë. Në rregull. Po ju se keni sjell, ata ju kanë po që... Pse, po thua? Si njeri që nuk jeni shumë nështë i afërt me to, se që... Absolutisht jo, kam qenë profesionist, e kam kallëzu profesionalizmin tam. Referencë ka qenë Zagrepi. Se, kolegët e ju s'kanë ditur të shkruaj një raport? Jo, absolutisht, mos na hup një kohën me kësi karun. Po tani po i shkojmë të punë. Raporti, referencat kanë qenë, referencat janë publike. Për zotnis, për i thamë në fjalë, janë publike, unë mjekoj edhe oficera Amerikan uniform. Dhe mirë njojët janë publike. Unë është pak me pasi, veç me shkru, e shako më nëjë. Dhe me nëjë që ka pas referenca... është jo korekte me thonë është merite jemi, pse ka zërë Thaçi këtu. Se raporti jem ka dheze e të kolegëve të mi që disa prej cilëve mund të ketë edhe në listë. Jo, kolegë i respektojt shumë. Bile në gjdo emision sarë kam dalë, kam thonë që dhe për babën e zotit Thaçi, dhe për pacientë atjerë, kolegë kanë bë punë të jashtëzakonshme. Realisht kjo është temë që veç e hupim kohën, të flasim diçka për çka muj me bo, diçka me regullu, por aspekti profesional që më pyte. Dhe kyqja në politikë. Unë menoj për mes Partisë Demokratike me kontribu për vend. Kam ekspertizë dhe të mërashme dhe dëshmu me jashtë. Nuk thash shkollim, pa kur që përmenë shkollim në Amerikë. Për grantë amerikane disa, grantë italiane disa. Besoj që përmenë babën nuk besoj që mi kanë thonë asë Amerikanë, asë Italianë, grantët, se kam qenë djali filonit. Jam angazhu në politikë dhe qëllimi jam i vetëm është me kontribu që sa mundë. Ka kolegë të ju, plot sikur ju. Që shumë në plot? Me kredenciale, me angazhime, me tjera, me ekspertizë. Pa tjetër që po, edhe i respektaj është zakonisht shumë. Kjo është ideja që vetëm disa mujnë me deputu. Ose vetëm disa ftohtë si ju trasot rruga. Kam pa mundësin me kontribu. Absolutisht, nuk ka qenë, po mënoj, po mënoj me përdor politikën me të shka. Realisht mënoj me dhoni kontribuat nëse moj me dhoni, nëse mi për të hapsin me dhoni, se nuk e di jam mi për të hapsin me dhoni. Ta bëj një ndryri kështu, në rast se do jeni aktiv në politik, a do të hendikepohet puna juaj si doktor i fushës në QK? Realisht, po du me saru edhe mund të jeni me orar dhe me angazhim të plot edhe atje dhe në politikë? Kam investu shumë profesion. Se sa po thatë që institucioni më qëndror në vend vuan për mungesa seksuara. Kam investu shumë në profesion. Dhe profesioni për mu është primar. Po më në primar. Nëse fitoj karrike deputeti, sigurisht që pjesa e mbetur e kohës ka me qenë profesion. Vazhdoj, tash e 3 vite, e gjysë jam pjesë e bordit për trajtim jashtëzakonshëm. Jam i emëruar prej Partisë për Shtet, si ekspert. Përfaqësues i vetëm i SHTK-s në bord për trajtim jashtëzakonshëm. Njerëz që kanë menuar që jam me vlerë dhe më kanë emëruar. Dhe as i të lashë kur që 3 vite e gjysë nuk është bord për trajtim jashtëzakonshëm. Aty ku kam përgjegjësione. Dhe menoj, asnjëherë se kam leju që më interferu në pacienta dhe në punë, për shkak se kam investu shumë. Dhe mendoj, prap,
Nëse ka me qenë në karrike deputetit, nuk menoj me ndalë aktivitetin tem lidhën pacientë, se realisht e du shumë profesionin dhe mi lidhën shumë. Formati që është tha Besniku, mund të mos jetë korrekt për dikë që ka mund ta ketë prindin në luftë, edhe ka mund ta ketë në një rrugtim caktuar politik, jo Besnik, është veç një problem. Ky tha themelus të PDK-s e kam. Thash për luftë e tjera, tha themelusi PDK-s. A tha themelusi PDK-s. Shika iniciator që ka qenë. Tha themelusi PDK-s. Mos u kapa me luftën, mos e devijo, mos e devijo. Tha themelus, prandaj unë fola për to. Ini mjeku, ini themelusi kujt do shoft, në partit me tradit, në Evropë, në Amerikë. Besa dhe në vendet të tjera në Azi. Fëmijet e familje që kanë pas karierë. George W. Bush. Me gjithat, mund të kyshe kjo formati i vogël, të garoj vjali ku ka qenë për te i qësaj. As njerës ka garu baba. Doktor, ajo që më interesën mu, edhe dhëtë një interesu se cilit. Qka mund është me bot ti diçka më shumë se sa e ka ngritë zonin Kamishi me një alamet vota e nuk është perfil kur nga Partia Demokratike edhe nuk është lodhë për atë punë. Pse kanë me të perfil ty? A ka qenë opozita me madhe për PDK një kodë gjatë kuvend? Qëllimi jam unë ja 5 herë, qëllimi jam është se duhet më të votu njerëzit ty. Nëse mendojnë që duhet më të votu, se ka qenë jo rasi, po ke qëlluar të trajtojsh, babojnë ashtë në qoqet dhe gëdojnë fotografi, për që atë punës dhëtë me të adhëm votin dikush. Absolutisht jo. Ka pos nevojë për këtë profil mjeku, nuk ka shkur, e në kas për... Jo, nuk ka qenë një shtrim klinikën hematologjisë, për flasë publikisht. Nuk ka qenë një shtrim klinikën hematologjisë as i minut. E kalojnë këtë përpjesë e të flashin zoti Sefaj që ka përfat. Edhe unë po pajtohë me të galu për qëllimin e tjera. Zoti Sefaj, unë e marrë do... Se mu bo raporti për dikën që se trajton. Unë e ko marrë me dhonë alternativa. Zoti Sefaj me hapë rrugën mirë. Unë e ko marrë edhe Zoti Sefaj me këpëtoj drejt që për thëtë pse me të ngu partia jote ty. A është ashtu? Po të mirat trup. Qka ki me botin ma shumë qka ki me bo në ryshë ti. Nëse ki me konë figura e Partisë Demokratike në qëndërin, se do të më të vëqarë. Vitisë dhe vendosin jo është shumerita, tha ata kanë marrë eksperta në përboret saktume, se është puna jem në filan vend. Po veç lejem të asfjegoj edhe pa tjetër që po. Asni parti, asni qeverisja nuk është sekretuar. Kur erdha në momentin e parë, që të thash që menoj që duhet me ilonë për plasit e shamje dhe me dhonë alternativa. Njerëzit mendoj që një për plasje, shamje, fymje, tu i gjujt njëri tjetërin me lojzët të kurët të mësë dalë pilotës. Unë mendoj që këj vend dojnë djemë dhe vajzat treja që japin alternativa dhe që japin mundësi, që japin plane konkrete. Absolutisht në asnjë moment nuk e kritikova as qeverin para prakën këtë ras ministrin Vitia, po mëndaj. Jo kritik e promovove, ja promovove absolutisht, për shtë vërteta e është që dojnë me dokumenta. A keni një ide konkrete, projekt, program se si do të arrini t'i bëni sigurimet shëndetësore, që ka qenë premtim i se cilit prej ministrave, përfshirë dhe ministrat e partisë suaj. Realisht, kur do të bëhen, si do të bëhen, pse si janë bërë, qka e ka pengu këtë proces? Realisht nuk e di pse deri tash kanë shku aq ka dalë për mëndajnë këtë drejtim. Gjitha qeverit, pa dalim. Zoti Hamza sonte në konvent përmendi, për mëndaj sigurimi shëndetësore. Po gjithë e përmendin, gjithë e premtojnë, se cilën fushat e sigurimi shëndetësore nuk është diçka e thjeshtë, mendoj që duhet një shtytje e madhe politikës me u rregullu dhe me u formu me u rregullu sigurimi shëndetësore. Dhe përveç sigurimi shëndetësore, nëse më pyete për plane konkrete, ishën ato që i thash në vijat trasha. Dhe unë tash në këtë vit ku punoj, në punoj klinikën hematologjisë. Klinikët hematologjisë sot unë funksionoj, sot me keni puni me shku nesër me e po, sot është dhoma me 8 shtrata. 8 pacienta që ndrojnë me një dhomë hematologji. Klinika hematologjisë ka dhomë me 8 shtrata. 8 shtrata, 8 pacienta edhe 8 familjar